Pamje vijnë nga një zonë ku mbeturinat kanë pushtuar territorin prej ditësh, përgjatë rrugës në fshatin Babunj dhe pranë qendrës administrative Remas në bashkinë Divjak. Banorët e kësaj zone janë të detyruar të bashkëjetojnë me këtë katastrofë mjedisore, ndërsa institucionet përgjegjëse nuk tregojnë asnjë shqetësim për situatën alarmante. Mbeturinat janë shpërndarë si në anë të rrugëve ashtu edhe në brendësi të kanaleve, ku mungesa e pastrimit ka bërë që ato të grumbullohen, duke krijuar ndotje të rëndë mjedisore. Në dalje të fshatit Babunj, plerat qëndrojnë të pamenaxhuara, duke lëshuar një erë të rëndë, e cila shqetëson banorët dhe ndot ambientin përreth. Përgjegjësit për menaxhimin e mbetjeve, përfshirë drejtuesit e institucioneve përkatëse, nuk po ndërmarrin asnjë veprim për të zgjidhur këtë problem. Ndërkohë, drejtuesit e qendrës administrative Remas duket se nuk i kushtojnë vëmendje kësaj çështje madhore, por i përqendrojnë përpjekjet e tyre në interesa të tjera larg shqetësimeve të qytetarëve.